e ka përmendim. Piktura me shënimin. Kjo nuk është një lullë, megjithëse është vërtet një lullë, është e Salvador Dali, Francis Picabia, René Magritte, Georges Braque. Unë kam parë këtë pikturë, kam parë shumë herë. Ishte pyetja që shpresoja të mos më binte, lloji i pyetjes që shpresoja të mos më binte, është pyetje që unë e di që nuk është Salvador Dali, e di që nuk është Georges Braque, po nuk e di, midis C-s edhe B-s nuk di. E kam parasysh shumë mirë, domethënë është një shkrim, kam parasysh edhe midis Francis Picabia dhe René Magrittit. Nuk është e Salvador Dalis, për të qenë 100% i sigurt të e di domethënë. Dalin e heq me 100% siguri. Magrittin René Magritte. Me shumë mundësi duhet të jetë Magritti. Georges Braque, René Magritte, Georges Braque, René Magritte. Kjo është pikturë goxha e vonshme, kjo është pikturë e sigurt që është e pas 30-s me sa e mbaj mend unë. Ka dhe një emër, e gjithë kjo rrymat të bërit piktura kështu me shkrime kam përshtypjen. Emër që zorë se më vjen tani domethënë. Georges Braque. Po e di që nuk është në një edhe ky Francis Picabia me shumë mundësi nuk është. Se nuk ka qenë fare, ka qenë emri i dëgjuar, nuk ka qenë një emër kështu. Francis Picabia, René Magritte, Georges Braque. Po mos të humbja 10.000 eurot. 10.250 eurot, do thosha D. Dyshoj tek D-ja, nuk po them përgjigjen përfundimtare. Mirë po, si mund t'ja arrijë sigurinë vetes unë? Qa mund t'heq? Georges Braque. Në shkrimi që shkruar në formën e një lulle. Tani që kujtoj domethënë është krijon një lull me shkrim. Edhe shkruan kjo nuk është lull. Shumë interesante. E kam parë, domethënë sikur e kam parë, më ka godit. Pikturën e mbaj mend shumë mirë domethënë, pikë mbaj mend. Po emrin poshtë pikturës që me shumë mundësi edhe emrin poshtë pikturës e kam lexuar, duhet të jetë, kam një dyshim madh që është i shkruar dhe emri. Braque apo Magritte. Kjo është Magritte. Braque. Jam i sigurt që është midis S-s edhe D-s. Edhe me 50% shans.
edhe mund vazhdoj. Magritte dhe Brak. Me shumë mundësi është Magritte. Me shumë mundësi është René Magritte. George Brak, René Magritte. Me shumë mundësi do bëhem pishman. Magritte. Brak, Magritte. Por, është një pishman me të cilin Brak. Magritte. Sa më shumë e them të Magritte, aq më shumë jam që them dhe përgjigjen përfundimtare në fakt. Për mua nuk është 50-50, për mua është 70-30 do thosha unë. Dhe përgjigja ime përfundimtare është C, Magritte. Publicitet. Kush do të bëhet milioner, prezantohet nga Golden Eagle. Rikthehemi sërish në të mbrëmje emocionesh pa fund. Emocionet kanë efekte të ndryshme tek njerëz të ndryshëm. Unë jam moderator mbi një vit i show kuizit kush do bëhet milioner dhe pa i fyer sfidantët gjithmonë kanë prodhuar, më kanë dhënë një emocion deri diku mesatar, ndoshta të ndikuar dhe nga fati, që ata ndoshta si ka prirë fati. Dhe në momentin kur kandidati i cili mbriti në 25.000 euro, Edgar Çani, sinqerisht më mbushën syt me lot, fati, dijet, bëhen bashk, dhe ai ngelet kampioni deri tani me 25.000 euro. Ervisi në përgatitje në atë prezencë që bëri javën e kaluar, më krijoi me të vërtet një emocion të jashtëzakonshëm me mënyrën se si meditonte, se si e shikonte pyetjen, në mënyrën se si e përgatiste dhe guximin që merrte për të dhënë. Por kësaj radhe mendova se ndoshta diferenca java do ta bënte që të ishte pak ndoshta më fuqishme, edhe pse mund të mendoj edhe anën tjetër. Edhe erëm tek Përse nuk u troqe? 12.000 euro nuk janë pak. Kushdo që të jetë, do të thotë pse? Pse 12.000 euro Ervis? Jo, unë e di sa janë 12.000 euro, beso domethënë. Po si mund ta lejo, të lutem, domethënë, duke mos qenë i sigurt, për çfarë arsye më përsipër, domethënë, e bëri një zbërthim tëndin dhe qëndrove në fillim midis René Magritte, e ke parë. Dhe kam parë aq shumë atë piktur. E kam parë aq shumë, e kam parë vërtet, domethënë, dhe më ka bërë përshtypje. Ka një rrym. Pse e përjashtove Frances Picabia? Kot. Përse e përjashtove? Të them. Sepse në fillim fare unë nisë dhe the midis René Magritte dhe Frances Picabia. Sepse jo, tani kur ma thot ti domethënë, sigurisht ai dyshimi që sepse i dashur, ky nuk është vetëm një kuic. Edhe pse në të vërtetë është një kuic. Dicitura është e njëjtë me pikturën. Ta përshëndesim me dorëdokitje, Ervisi bëri me të vërtetë një histori. Unë të falenderoj nga zemra. Suksese. Përgjigja e saktë do ishte €25.000.
është loja. Dhe pikërisht, me shumë dëshirë doja që të provonim sfidan të rinj, por sinjali nuk la lejon. Koha mbi të gjitha. Prandaj thuhet koha është flori. I ftoj dhe Çdo të bëhet milioner prezantohet nga Golden Eagle.